Zëvendës kryeministri Arben Fetaj përgjigjet Ali Ahmetit, unë nuk jam margat, këtë epitet mbaje për vete. Besimtarët e krishterë festojnë Pashkët, urojnë krerët e shtetit dhe partitë politike, rriten shpresat për një të ardhme më të mirë. LSDM dhe VMLO-DPMN me akuzat të ndërsjella për pagat e papaguara në sektorin e kulturës. LSDM-ja kërkon tërheqjen e ministrit. Ulëmtimi i Qendrës për Informim, Demokraci dhe Qytetari tregon se Serbia është caku kryesor i fushatës ruse për dezinformim në Ballkanin Perëndimor. Të nderuar shikues, përshëndetje. Zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetaj i është përgjigjur kreut të BDI-s Ali Ahmetit se ai nuk është argati askujt dhe thotë se këtë epitet Ahmeti duhet ta mbajë për vete. Ai akuzon Ahmetin se i ka shërbyer me devotshmëri pushteteve anti-shqiptare dhe ka legjitimuar çdo krim ndaj shqiptarëve. Një ditë pas deklaratës së liderit të BDI-s Ali Ahmeti, i cili tha se vetëm Arben Taravari e ka kuptuar pozitën vasale të shqiptarëve në qeveri, ka reaguar sot zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë dhe njëherët edhe kryetari i Kuvendit të Aleancës për Shqiptarët, Arben Fetaj, i cili deklaratat e tilla i quan hipokrizi, pasi tha se ai nuk është argati askujt. Ali Ahmeti, unë s'jam argati askujt, këtë epitet mbaje për vete. Ti që u ke shërbyer me devotshmëri pushteteve anti-shqiptare dhe që ke legjitimuar çdo krim ndaj shqiptarëve. Ku ishe ti kur ministrat e tu arrestonin nëna e bij shqiptar, të akuzuar rrejshëm për terrorizëm islamik? A folën ndonjëherë kur vriteshin adhetar shqiptar nga strukturat e shtetit? A e lëvize gishtin kur turma huliganësh rrihnin shqiptar nëpër rrugët e qyteteve tona? Ku ishe dinjiteti yt atëherë? Tutje, Fetaj ka vazhduar edhe me një sër kritikash tjera për Ahmetin, duke ja përmendur disa zhvillime në qeverisën kur ka qenë BDI, me çka Fetaj përgjithësi një alë Ali Ahmetit. Asnjëherë në historinë e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nuk ka patur më shumë poshtrim, më shumë tradhti, më shumë mjerim se sa gjatë sundimit tënd të errët. I vetmi sukses i joti ka qenë pasurimi marramendës i rrethit tënd të hajdutëve, ndërsa populli është lënë të vuaj. Shqiptarët nuk harrojnë, shqiptarët nuk falin, dhe nuk janë aq budallënj sa i do ti. Të gjithë e dinë, halli yt s'është shqiptaria, halli yt është llogaria, dhe ajo po të troket në derë. Kujtojmë se kreu integrisëve gjatë ditës së djeshme tha se pozitët e shqiptarëve me vlenin në ekzekutiv janë vetëm të një argati. Ai tha se me qeverisjen e tanishme janë devalvuar dhe pështëruar shqiptarët e mashinisë së Veriut, ndaj siç tha Ahmeti, në vazhdimsi u ka bërë thirrje që t'i braktisin institucionet e të mos bëhen pjesë e pështërimit të shqiptarëve. Edhe Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi pajtohet me zëvendës kryeministrin Arben Fetajin, me cilin deri para disa ditësh ishin në koalicion. Durmishi thotë se në kulmin e besimit që shqiptarët u dhanë BDI-s me 153.000 vota, qytetarët nga BDI-ja në këmbim kanë marrë për çmim, mashtrim dhe tallje. Ministri madje në formë pyetjeve, njëjtë si Fetaj, ja përmend BDI-s disa të bëma gjatë qeverisjes tyre. Ata kanë harruar shqiptarët enciklopedin famkeqe që i quan të pushtues në trojet e veta, të cilën BDI-ja kaloi me heshtje. A kanë harruar se fëmijës shqiptar të Velesit për 20 vite nuk ishin në gjendje të mësonin në gjuhën anëtare, sepse pushteti i BDI-s kishte halle tjera. A kanë harruar qindra e mira shqiptar të përzën nga ky vend, të lënë pa shpresë, pa të ardhme. Janë disa pyetje që Durmishi parashtron publikisht. Në Tetov shtoi Durmishi përkundër dhunës institucionale, shantazheve dhe manipulimeve. BDI-ja deshi të sjellë një tjetër non grata si Daka Davidović, por shqiptarët tha ai se nuk hëngrën më sapunin për djath. Nuk janë futur në listat e zeza për patriotizëm, janë futur për korrupsion dhe hajdutri, tha mëtej Durmishi. Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj avancimeve një etnike në Ministrinë e Arsimit. BDI-ja thotë se 7 persona janë ngritur në pozita të larta, 5 prej tyre si këshilltar shtetëror, të gjithë të përgatësisë maqedonase, ndërsa zëvendës ministri si shton ata nga Len, siç u shprehën, jo vetëm që nuk është pyetur,
por as që është informuar. Kritikat për koalicionin Vlen kanë vazhduar edhe sot nga partia opozitare shqiptare BDI, të cilët deklarojnë se shprehin shqetësim të thellë për avancimet e fundit në Ministrinë e Arsimit, ku siç e theksojnë ata, 7 persona janë ngritur në pozita të larta, 5 prej tyre si këshilltar shtetror, të gjithë të përkatësisë maqedonase dhe asnjë shqiptar, duke dëshmuar, shtojnë integristët, një prirje të qartë për përjashtim etnik nga struktura vendimmarrëse. Kjo komunikat nuk ka për qëllim ta kritikojë Ministrinë e Arsimit, por të informoj publikisht zëvendës ministrin shqiptar nga koalicioni LEN, i cili sipas informacioneve tona, as që është njoftuar për këto vendime, aq më pak të ketë pasur ndikim për t'i parandaluar ato. Fakti që një përfaqësues shqiptar mbahet në errësirë dhe pa rol në një nga dikasteret më të rëndësishme të shtetit, është tregues i qartë se pjesëmarrja shqiptare në qeverisje po reduktohet në një fasadë formale. Nga partia Ahmetit pyesin se çfarë kuptimi ka pjesëmarrja shqiptare në qeverisje, kur siç thonë, përfaqësuesit e saj as nuk informohen e as nuk dëgjohen. Ndërkaq, ata vlerësojnë se ky zhvillim nuk është as rastësor e as i papritur, por pjesë e logjikës së shpallur përmes fushatës, Maqedonia sërish e juaja dhe anulimit të balancuesit që garantonte barazinë ndëretnike, një filozofi sipas BDI-s që tashmë po zbatohet përmes përjashtimit të heshtur të shqiptarëve nga pozita strategjike në administratë. Të gjithë besimtarët e krishterë në botë sot në të njëjtën ditë festojnë festën e Pashkëve. Krerët e shtetit dhe partitë politike kanë uruar qytetarët. Kryeministri Mickoski në urimin e tij thotë se pavarësisht problematikave në të cilat jeton shoqëria, qeveria mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e shoqërisë. Krerët shtetëror dhe partijak në vend kanë uruar Pashkët, të cilat këtë vit kanë rastisur të jenë me një ditë. Presidenti e shtetit Gordana Siljanovska Davkova ka dërguar një urim për besimtarët dhe krerët e kishave në vend, kishës ortodokse maqedonase, Arqipeshkevia e Ohrit, kishës katolike dhe kishës ungjillore metodiste. Fakti që këtë vit të gjithë të krishterët festojnë Pashkët në të njëjtën datë, le të jetë një nxitje për bashkim, si këtu, ashtu edhe në mbar botën. Besoj se të frymzuar nga festat e mëdha, do të gjejmë energji dhe forcë për të përballuar të gjitha sfidat dhe tundimet, duke u solidarizuar dhe bashkuar. Urim për qytetarët e krishterë ka dërguar edhe kreu i kuvendit Afrim Gashi. Mesazhi i Pashkëve është një mundësi për të kujtuar sërish se vlerat e përbashkëta si respekti ndërsjellë, solidariteti dhe mirësia njerëzore janë thelbësore për përparimin e çdo shoqërie. Të gjithëve ju uroj paqe, shëndet dhe mirëqenie dhe që Pashkët t'i kaloni në ngrohtësi dhe dashuri me të dashurit tuaj. Kryeministri Kristian Mickoski në urimin e tij thotë se pavarësisht problematikave në të cilën jeton shoqëria, qeveria mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e shoqërisë. Në një kohë të ndryshimeve të shpejta shoqërore, përparimeve teknologjike dhe presionit global mbi vlerat tradicionale, qeveria mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e rrënjëve të shoqërisë sonë dhe për krijimin e kushteve në të cilat familja, morali, edukimi dhe shpirtërorja do të forcohen. Ndërkaq, kreu i LSDM-s Venko Filipçe në mesazhin e urimit tha se festa e sotme i jep forcë dhe sjell shpresë për fillime të reja e më të mira për përballje me sfidat. Pashkët janë simboli shpresë së jetës dhe fitores së dritës mbi errësirën. Është një ditë që na bashkon rreth e vlerave universale të dashurisë, solidaritetit dhe faljes, kështu thuhet në urimin e partisë opozitare shqiptare BDI. Ndërkaq, nga koalicioni Vlen, theksojnë se këto janë ditët e afrimit me njëri tjetrin, por edhe të besimit mes njerëzve. LSDM kërkon dorëheqjen e ministrit të kulturës Zoran Lutkov, duke akuzuar se qeveria ka poshtruar punonjësit e kulturës, ndërsa VMRO DPMNE-u kundërpërgjigj duke thënë se ata kanë shndërruar kulturën në ark partie dhe platformë për krim. Lutkov kërkoi faljen në Facebook ndaj punonjësve të kulturës që mbetën pa paga para festës së Pashkëve. LSDM akuzon qeverinë dhe ministrin e kulturës Zoran Lutkov për poshtrim punonjësve dhe kulturës, duke kërkuar dorëheqjen e tij pasi ata nuk morën paga para Pashkëve, ndonse kjo ishte parashikuar në marrëveshjen kolektive të vitit 2021. Sipas LSDM-s, ministria i ka diskredituar punonjësit me deklarata manipulimi. Nëse Lutkov nuk është i aftë të përmbush detyrimet, le të jap dorëheqje. Punonjësit e kulturës nuk janë statistë në shoqëri, ata krijojnë vlera, ruajnë traditën, ndërtojnë vetëdijen kolektive. Ata meritojnë trajtim me dinitet, jo heshtje, ofendime dhe injorim.
VMRO u përgjigj duke thënë se opozita po shtiret sigur shqetësohet dhe se LSDM është ajo që e ka shndruar kulturën në një ark partie dhe platformë për krime. Kur ofendimet dhe diskualifikimet ndaj artisteve dhe institucioneve ishin për dishmëri, sot kemi llogaridhënie, përgjegjësi dhe një qendrim serioz. Qeveria udhëhequr nga VMRO-DPMN do të vazhdojë të punojë në interes të vlerave të vërteta në kulturë, pa të privilegjuar, pa klane partijake, por me mbështetje për të gjithë ata që krijojnë, investojnë dhe kontribuojnë. Sindikata e Kulturës ka paralajmëruar protest për të martën për shkak të pagave të vonuara, që sipas ligjit duhet të ishin dhënë deri më 15 prill. Nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit njoftuan se punonësit në institucionet e fushës së kulturës do të marrin pagat me rritjen përkatëse në 2 ditët e para të javës së ardhshme, sipas ligjit dhe marrëveshjes kolektive. Si arsye për vonesën, u përmend përputhja llogaritjeve të pagave me Ministrinë e Financave. Ministri Zoran Lutkov kërkoi falje në Facebook ndaj punonjësve të kulturës që mbetën pa paga para festës së Pashkëve. Sipas tij, po punohet në një proces që do të krijojë bazë për vlerësim më të mirë, më të drejtë dhe më dinjitos të punës në të ardhmen. Ministria e Punës Brendshme informoi se është gjetur dhe arrestuar shoferi i cili shtunën në Shkup goditi me automjetin Fiat trotinetin elektrik cilin e drejtonte një 28 vjeçar nga Shkupi, me çka është larguar nga vendi i aksidentit. Në aksident, lëndime të rënda ka pësuar personi që drejtonte trotinetin, i cili pas marrës ndihmës së shpejt mjekësore është transferuar në klinikat e Shkupit. MPB sqaron se të shtunën në ora 11:53 në sektorin e punëve të brendshme Shkup është raportuar se në rrugën Mendeleva në Shkup ka ndodhur një aksident në cilin ka marrë pjesë automjeti udhëtarëve Fiat me targat Shkupit i drejtuar nga SA 33 vjeç nga Shkupi dhe një trotinet elektrik i drejtuar nga SK 28 nga Shkupi. Pas aksidentit SA është larguar nga vendi ngjarjes me veturën, ndërsa SK me autoambulancë është transportuar në qendrën klinike Nën Tereza, ku është konstatuar se ka lëndime të rënda trupore. Vazhdojmë më tej me lajmet. Hulumtimi i Qendrës për Informim, Demokraci dhe Qytetari e Universitetit Amerikan në Bullgari tregon se Serbia është caku kryesor i fushatës ruse për dezinformim në Ballkanin Perëndimor, duke u bazuar në numrin e artikujve të publikuar për Kok Banori. Serbia renditet e 4-ta ndër gjitha shtetet e përfshira në hulumtim pas Moldavisë, Letonisë dhe Estonisë. Serbia. Sipas një hulumtimi të Qendrës për Informim, Demokraci dhe Qytetari e Universitetit Amerikan në Bullgari, është caku kryesor i fushatës së dezinformimit rus në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Përqendrimi i dezinformatave në Serbi është 6.3 herë më i lartë se mesatarja në vendet e Bashkimit Evropian, shpjegojnë për Radion Europa e Lirë autorët e hulumtimit Jacob Udo, Jacob dhe Gjorgji Angelov. Qendra për Informim, Demokraci dhe Qytetari e Universitetit Amerikan në Bullgari, nga dhjetori vitit 2024 deri në mars të vitit 2025, ka analizuar mbi 640.000 artikuj të publikuar në faqet e rrjetit Pravda në 45 shtete. Sipas kësaj qendre, ky rrjet shërben për përhapjen e dezinformatave të lidhura me Rusinë. Duke u bazuar në numrin e artikujve të publikuar për Kok Banori, Serbia renditet e 4-ta ndër gjitha shtetet e përfshira në hulumtim, pas Moldavisë, Letonisë dhe Estonisë. Serbia është e cenueshme dhe cak i dezinformatave për disa arsye. Këtu përfshihen lidhjet historike me Rusinë, kontradiktat e thella të brendshme dhe problemet me lirinë dhe kontrollin e medjave, shpjegon bashkautori i hulumtimit Gjorgji Angelov. Duke analizuar 643.600 artikuj të publikuar në faqet e rrjetit Pravda në 45 vende nga dhjetori vitit 2024 deri në mars të këtij viti, qendra ka konstatuar se mbi gjysma, apo 52% e përmbajtjes është drejtuar ndaj ish-republikave sovjetike dhe vendeve të Ballkanit. Serbia është edhe i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor ku operon edhe televizioni shtetëror rus RT.
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan dhe kreu i Këshillit të Shura të Hamasit të shtunën diskutuan përpjekjet për të vendosur një pushim në Gaza. Sipas burimeve diplomatike turke, Fidan dhe Mohamed Darwish së bashku me delegacionin e tij janë takuar në kryeqytetin turk Ankara. Gjatë takimit u theksua se Izraeli, duke bllokuar hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza, po përpiqet ta bëjë të vuajë nga uria popullsinë dhe për të vazhduar gjenocidin atje. Gjithashtu diskutua edhe për situatën në bregun perëndimor me theks se si veprimet e Izraelit për ta bërë të përhershëm pushtimin kanë arritur një nivel që kërcënon paqen rajonale. U diskutuan gjithashtu edhe përpjekjet për të arritur pajtimin midis grupeve palestineze. Fidan theksoi rëndësinë e unitetit mes palestinezëve duke shprehur gatishmërinë e Turqisë për të kontribuar në çdo mënyrë të mundshme dhe për të mbështetur këto përpjekje. Po mbyllim këtu këtë edicion lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.